Plani A, me hi ligje fuqin regull, unë du mi blej lachet li, s'ka kur gjatë keqe këto, shumë mirë. Plani B, të njof mentalitetin e shqiptare, që dhe me sabotu, cilë është plani B e ministrisë më në nëzirë, neve për krizë, zotni, sepse unë, më pare, me kom bane e për penale, kom kontrabandu i lachet për shkupit, sa në kom shti bori pa banderol, ligjë sakte thot që të zgudzon me bo, po në rëthonët e mija, kur kam të smund shpe, kur baba jam të më thonë nuk pjedi, a me kry emisionin, apo jep shpirta jo, unë kreti baj për bobën, të më thonë kur shteti këto, unë s'peni dorën e shtetit, këta zotnit kam problemet e veta, këta zotnit në regull e shalë e regullani, edhe boni mirë, po qytetar jam ka e vuj, unë jam ka e vuj, njëjtë në gjo për drejtoreshën, unë marë gemzar, që dhët terapi i bleme pare, unë, hadin ashtë edhe i kam mundësit, po t'i kur tjetët si ka, e shët tjerë në derë të onkologjisë dhe me thonë, ose që aja tjetra, të hanën unë e qaj babën, po nuk i dje kam jadon terapin, sepse të hanën do të me po më banatore i zotninja, a mi ka siguru 2 doza gemzara jo. Kena pas njëtën me një volumapin, kur ka qenë në shtator, tetor, dhe me thonë, më shty terapia e babë, sepse nuk ka orë komisioni ministrisë të hanën mi në shkru i lachet. Më nuk po me interesën qa keni në rëveti, më po me interesën ku jam unë. Unë zotni, unë e kam prenda ato dhe kam edhe maksimumin për më kujdes për babën. Po letama, mos më qitë barjera, sepse sot më është më thonë të i mu pse e ke dhënë babës infuzionin shpe, që po të përgjigjnë në pse e ku më dhënë infuzionin shpe. Kjo është e vërteta. Kjo të lutna, se nuk po du me mojtonë, sepse qëllimi em është, ko plotësion, o thash që i keni problemet e juja, jeni kanë në nënkryetari, jeni në nënkryetari, nuk më intereson e pjesë, nuk më intereson qytetari për cilën e kam po e takoj në dirë të spitalit, se vetë jam atje. Në 10 orë vitit kalu, baba pëso një saturim 50 i bje oksigenë dhe marrë një 9-4 që në më thotë mu, po s'kjo qa më të bëgë, sa pranë në kërkosh. E qa me bone? Unë kam me luftu, kam me bëgën teknik, mjek për babën tem. Dhe, po thamë, ketë kjo debat, të më thonë se ju sëqaru disa zonën ashtë për atë komunitetin e juj, po ketë kjo debat, po është pak ma i mangës, si ku të këshën qenë Ministria Shëndetësis, personat që janë përgjes për dënime, dhe mja mo licencat banatorëve dhe aty me shka i keni të antarësu, shkaps, po jepti në ACL, dhe më thonë nuk koj logë që i për në të rëpë, pa në ACL, nuk koj logë që do me intravenoze për në ACL. Nuk ka. To janë faktet në të cilin i thonë. Po, zonja Mejaj, organizatën ku në punoj edhe drejtoj aktualisht banatorën qendrore. Është e vërtet, kemi probleme produktin që e theksut ju, gemzar është emër tregtar, gem Citabina. Fatkeqësisht operatori ekonomik nuk na ka furnizu me 3 muajin e 4 dhe me 3 muajin e parë për cilin për vitin 2025 dhe janë ballafaqur pacientat me këtë mungesë. Do të thonë në moment fundit operatori njofton që për shkak të prodhimit nuk mundem ju furnizu. Shumë e vërtet. Njëjtë me një volumapin, dhe më thonë, nuk ka qenë problem të Komisioni Shëndetësisë, mirë po ka qenë e njëjta procedurat administrative të tjera, derisa është ardhur produkti në treg, derisa është ardhur në Kosovë, dhe më thonë, çdo ditë ballafaqohen pacienta, nuk them që s'kemi mungesa e probleme me mungesa qoftë në spital, qoftë privat. Mirë po duhemi me theksu, Instituti i Onkologjisë, dhe më thonë, prej gjatë vitit 2024, se dhe ne flasim me statistika, se nuk guxojmë dhënë lojë me të cilat janë të vërteta. Gjithmonë e ka pas furnizimin mbi 90% me produktet bazike të listës esenciale që furnizojnë Institutin e Onkologjisë. Ai 10% që aty tregoj. Falenderoj përzemërsisht për krejt punën që ka e bojnë, sonë atje shkoj. Dhe më thonë 6 mëngjesi shkoj zoni radhë atje për me mo një udhëzim. E falenderoj sepse nuk ka ma të mirë. Dhe më thonë, unë jam prej pacientët që bobën e kom trajtu jashtë venit në kohën e pandemisë, më është detyru me trajtu, edhe jam ajtë që sot jam avokat i onkologjisë në Kosovë. Më thonë ju thamë njerëzë, mos dheni jashtë shtetit, s'keni nevojë me doli jashtë shtetit, veç kur është për një PET scan diçka ose për një diçka tjetër. Cilën du më të theksu edhe është, po? E di, po me zor për i për të udhëzimi për me shku më bo, me di, po si do që tjetë, unë jam avokat për me ardhë mu trajtu edhe mu shëru në Kosovë, sepse kam hargju mira euro për me doli jashtë shtetit, jo me dështirë për ka qenë koha pandemisë 2020, që mirë këkush ndorë nuk dike hupja orientime dhe falenderoj onkologjinë, prej rojës, deri të drejtori e të mjekë që na kanë dhënë një mundësi shumë të mirë. Unë që e thash ato që unë e takoj, unë si fidan. Këtë në gjohë i takojme edhe ata tjerë. Aty është problemi, zotnia na tha, jo se cili shtetë është i plëcu me bona, na e dim. Edhe thash, herën e porë, banatorja porë s'kem, me sportivitet, se du me posë e dyta.
Po kur dele 2, 3, 5, 7, 8 që s'ka, nuk ka më sportivitet. Kërë janë panik. A kupton të më thonë kur qytetari, sepse tash të edhe nuk di ku më shku. Se ajnë banatoret prejmë të s'ka. Të e kemi paralajmëruar ne, institucionin, Ndikot edhe një çështje tjetër kemi që për vendimin i cili është format i gabuar. Bëhet një vendim i mirë dhe të vazhdojmë, sepse me nxit kemi prit ta shohim një çmim në banderol në pjesën e barnave. Kur ka ardhur tani që ka ardhur kjo në formë të pjesshme, atëherë farmacistët janë duke e parë dhe janë duke kërkuar vetëm që ato paragrafe të ndryshojnë, plotësohen dhe të vazhdohet, të bëhet respektimi i ligjit, po jo i vendimit. Vendimi duhet të ndryshohet me pikat e caktuara apo me paragrafet. Këtë kemi kërkuar dhe kërkojmë që të mirët parasysh të bëhet një shtyerje për shkarkimin, çush e tha më herët, të stokut dhe të jenë çmimet e njëjta në përputhje me metodologjinë e përcaktimit të çmimeve, si është e përcaktuar në procedurë standard. a do të afektoj Zoti Betim, veç një kuriozitet vogël në lidhe me buxhet. Imagjinoni punësit furnizim që e ka Ministria e Shëndetësisë që me sinqeritetin më të madh po flas është për mrekulli. Mali i Zi ka 500.000 banor, gjys milioni banor, 61.500.000 euro i ndan veç për onkologji. Veç për onkologji i ndan 61.500.000 euro në vit. Ministria e Shëndetësisë për krejt barnat i ndan 70 milion buxhet. Domethënë në bazë që tina pur budget, në bazë të në rrethonave, llogaritë në bazë statistikave 1,5 milion banor 3 herë më shumë kemi pacienta se Mali i Zi. Ku e ka standardin Mali i Zi, të ushqimit, jetesës krejt senet. Veç për kuriozitet deshta me thonë këto. A do të ndikohet cilësia e barnave për shkak të kësaj situate të krijuar? A do të mund të kemi, sepse përmendi edhe avokati në storyn cilën e patëm, që me importu tash barna që vinë prej Indisë, Kinës, se që kualiteti edhe efekti i tyre nështë atë pacienti mund të jetë shumë i diskutuar. Edhe një herë, edhe në debat plus e kumnjesit fjallë kur e foli, me pas një Agjencion të Kosovës produkteve medicinale të Mirëfield, edhe me pas një odë të avokatëve të Mirëfield, që atina du të mi marrë licencë avokatit. So dezinformat shumë e madhe, se 90% landës pare dhe 90% prodhimeve farmaceutike vinë për Kinë dhe për Indi, dhe fabrikat e mëdha e kanë kontraktuar atje me ju prodhu barnat, e vinë me licencë dhe e me kontestue kualitetin atyne shteteve, ato janë gjysa e banorëve botnor janë. Dhe krejt fabrikat me Eurobinda, me Dr. Redis, me Cipla, me Kadila, me krejt që atje prodhohen, landa e parë ma kualitet vjen për që atje jetë. A keni koment? Agjencioni është ai që garanton për kvalitet të barnave. Ne, për çështjen e cilësisë, derisa agjencioni i barnave mundson një gjë të tillë, atëherë e ka thënë edhe avokati më herët që ne kërkojmë përveç këtyre cilësive që janë, jo të ngelen vetëm këta, po të kenë edhe kompani të tjerat. Pastaj pacienti le ta ketë mundësinë e përzgjedhjes, don cilësore, don jo cilësore, apo në këtë rast Keni pasur se jo cilësore, më po cilësore tërhiqen prej fjalës, e thash më pak cilësore se sa cilësore. Kam pas rast, betem kur e kom operu në anëm, thot mua anesteziologu, thot nuk e di cilin ilaç, ku mund një harruem, ne tash jeni profesionistë dhe tani më dal pak jo serioz. Cilën ku më fal? Vitin e kaluar, mart, vitit kaluar, në anën ja hekim gurt njës. Domethënë ato çana normale më thot mund të dil merr këtë ilaç njerëz është i ndis mrena, thot në nëstem nuk ja kisha dhënë. Ço më bëu, ne? S'ka drejta jashtë.